Komuna e Prishtinës ka ndarë mbi 5 milion euro në kundërshtim me ligjin dhe ka hyrë në obligime kontraktuale milionshë, pa mbulesë të mjaftueshme buxhetore. Ka gjetur si shkelje zyra kombëtare e auditimit në raportin për vitin 2024. Sipas raportit të siguruar nga Koha, janë evidentuar 10 shkelje të ligjit, keq menaxhim dhe parregullsi të shumta procedurale. Zyra e auditorit ka përmendur 15 shkelje kryesore që kanë ndikuar në dhënien e një opinioni të kualifikuar për komunën. Opinion që jepet kur evidentohen deklarime të pasakta apo mospërputhje me kornizat ligjore. Sipas ZKA-s, komuna ka nënshkruar marrëveshje kontraktuale me UNDP-n për ndërtimin e 2 projekteve të mëdha, sallës multifunksionale në Tulltore dhe sallës koncertale në ish-objektin e Gërmisë. Për këto projekte, komuna zotuar t'i transferojë UNDP-s një shumë parapagimi prej 5.1 milion eurosh. Kjo marrëveshje ishte në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik dhe ligjin e buxhetit për vitin 2024, për shkak se komuna kishte deleguar të gjitha përgjegjësitë për zhvillimin e procedurave të prokurimit tek UNDP, por edhe kishte transferuar në formë të parapagimit të gjitha fondet tek UNDP. Përveç kësaj, auditorët kanë theksuar nevojën për përmirësim të menaxhimit të kontratave publike dhe subvencioneve, pagesave të kryera, pa procedura të rregullta prokurimi e pa raporte pranimi, si dhe ndryshimeve në shumat buxhetore pa miratim përkatës. Fusha për përmirësim të mëtejshëm janë identifikuar te menaxhimi jo i mirëfillt i kontratave publike dhe i subvencioneve, pagesa për punë dhe shërbime pa procedura të prokurimit dhe raporte të pranimit, ndryshimet në shuma buxhetore pa aprovimet e duhura, mangësi në procesin e vlerësimit të ofertave gjatë procedurave të prokurimit dhe aplikimi i drejtë i tyre. ZKA-ja ka gjetur gjithashtu 31 raste të pagesave në vlerë 4.3 milion euro, ku nuk janë respektuar hapat e përcaktuar për procedimin e tyre. Janë përmendur edhe parregullsinë në menaxhimin e subvencioneve për një kopsht publiko-privat, e komuna ka hyrë në obligime kontraktuale pa mbulesë buxhetore në vlerë 1.3 milion euro. Përveç kësaj është lidhur një kontratë e re në vlerë 1.2 milion euro për shërbime projektimi, edhe pse ekziston një kontratë aktuale për shërbime të ngjashme. Koha do të raportojë në ditët në vijim për përgjegjësitë e tjera të raportit të ZKA-s. E në një konferencë për media të organizuar për një ngjarje sportive, kryetari Përparim Rama ka refuzuar t'i komentojë gjetjet e ZKA-s. Me krejt respektin, kisha pas dëshirë me u fokusu në temën që kemi sot. I kemi ne bisedojmë për këtë çështje në një rast tjetër, por sot po fokusohemi nëse keni pyetje për ndeshjen e madhe që do të bëhet nesër, që është ndeshje bamirësie. Në raportin e ZKA-s thuhet se komuna e Prishtinës është pajtuar me këto gjetje. Koha u ka dërguar pyetje edhe organeve të drejtësisë për këtë çështje, por gjatë ditës nuk ka pranuar përgjigje.